Kryetari i lëvizjes Vetëvendosja, Albin Kurti dhe njëkohësisht kryeministri në detyrë, nuk i është përgjigjur mediave për formimin e qeverisë apo mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ai nuk është përgjigjur as për refuzimin e ftesës për konsultim që i bëri kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumier Abdigjiku, gjatë ditës së martë, as nëse do t'i ftoj partitë e tjera. Të mërkurën Kurti gjatë vizitës në Koshare u pyet nga mediat për refuzimin e Abdigjikut, por nuk pranoi të përgjigjej. Kryeministri në detyrë kishte ftuar kryetarin e Lëvizjes Demokratike të Kosovës për takim konsultues një ditë më parë në 3 orare të ndryshme, por në përgjigje, kreu i LDK-s theksoi se gjua e lëvizjes Vetëvendosja, karshi i Lëvizjes Demokratike të Kosovës, ka bërë të pamundur bashkëpunimin mes këtyre dy formacioneve politike për formimin e qeverisë së re. Kryeministri Kurti u regjistrua të njëjtën si deputet në Kuvendin e Kosovës, proces i cili nisi në orën 9 dhe zgjati deri në orën 16.